Së drejti me kryetarin e Partisë Demokratike Sali Berisha, i cili është duke uruar besimtarët në Kavaj për festën e Pashkës. Bisedë. Urdhroni. Ku ka nisur ngjallja? Urdhroni. Ja vetëm kjo gëzuar. Gëzuar. Dhe natyrisht, një shkëzojnë të dojnë të pista aktuale. Gjosisht. Unë jam këtu. Shkoj. Cayó, se les comió, no sé, sí, ya. Está. Qiriri i parë është i Krishtit të ngjallur sot. I dyti është i nënës së tij, se nënat kanë shumë pushtet. I treti është për zotën e shtëpisë Shën Nikollën, që ka emrin Kisha. Për ju personalisht. Bashkëshortja juaj, se pa ato të bëjmë do t'ja. Shumë vërtet. Djali familjarisht, vajza familjarisht, dhe vëllezër motra tuajat familjarisht, vëllezër motra familjarisht të bashortës tuaj, edhe dy krahët, se ngelen tatri. Këtë do ta ndezin këtu, ndizeni atje, profesor, atje. Këtu, për prindrit tuaj që kanë ndruar jetë të afërmit tuaj. Dhe për të afërt dhe bashortës tuaj që nuk jetojnë më. Dhe në fund, për qytetarët e nderuar të Kavajës. Krishti u ngjall. Shkoj. Keni ndonjë dëshirë tjetër? Edhe dy dëshirë. Patjetër, urdhroni. Një për ju. Ju falenderoj nga zemra. Dhe një për fitoren e 11 majit. Urime. Faleminderit. Shkoj. Vazhdo programin.